murin e aty bretu që e zi. Jo një të shpata mara pa kuro pridlo. Në qash ka zjeli aty bret që jo ushtoj. Po hile do të si hile topit. E në lugje të verë dhavë nana pero me dalë. E kur me ka dalë more te vaj vorjo i djallit. O ka nise nana o hanën për madhe kone. E tu shkim të drita o ty o more o hane. E që se ma qove o atë natë një fjale. O për me himare o në një voro me dejale. E në shtavari të dyve o s'na kisho zane. E në shtadjali jo o në venës me kishte lanë. E nisëm këtë pjesë të dytë të programit me atë që cilësohet si legjenda e lahutarëve shqiptar me Gjok Nonajn, i cili jetoi plot 107 vite dhe konsiderohet edhe si rapsodi më i vjetër në Europë. Profesor Vasotole, mirë se vjen në program. Për të folur në këtë pjesë të dytë të emisionit për atë që mund të cilësohet vërtet një arritje, por që kërkon natyrisht edhe një kujdes të shtuar tani më, pranimin e lahutës shqiptare në UNESCO si pjesë e trashëgimisë jo materiale. Është e vërtet një lajm i gëzueshëm për të gjithë, duke ditur edhe një lloj do ta quaja odiseje që përjetoi dosja e lahutës, e cila u bë gati që në vitet 2012, por për shkaqe gjeopolitike do ta quaja, në atë kohë mendua që të mund të bëjë një dosje e përbashkët me Republikën e Kosovës, që në parim është diçka shumë e durë, sepse në fundit lahuta është një gjë që na bashkon, nuk na ndan, sepse është, le të themi, kryesimboli i Alpeve tona, i malsive tona. Por Republika e Kosovës nuk e kaloi dot provën e antarësimit në UNESCO, kështu që mbas asaj kohe ne e përshpejtuam punën, kuptohet. Dhe u ndan edhe rrugët. Po u ndan dhe rrugët. Po njëkohësisht me këtë antarësim ja kemi çelur rrugën kur të jetë momenti që ajo të jetë antare për ta regjistruar lahutën. Kështu që me mbështetjen e shtetit, sepse këto beti doja të thoja që nuk janë iniciativa individuale, janë gjithmonë iniciativa të shtetit, për arsye që shtetet antare që gëzojnë të drejtën e antarësimit në UNESCO kanë të drejtën dhe të iniciativës, dhe këtu dëshiroj të përmend ish-ministren Margariti, e cila kishte për mendimin tim një qasje të dur që të çonte drejt UNESCO-s një grup dukurish jo materiale, që tashmë për fat mirë janë finalizuar të gjitha, si trashumanca, si xhubleta, si cimi tropojës dhe më në fund edhe dosja e lahutës, e cila është regjistruar në listën e dukurive që kanë nevojë për mbrojtje të menjëhershme, dhe këtu dua ta theksoj këtë si element. UNESCO ka dy lista, ka listën përfaqësuese dhe listën e dukurive në mbrojtje urgjente, që në pikpamje ligjore të dyja janë të barabarta, pra po u regjistrove si dukurin këto lista e gëzon me plot merit atë titullin e kryevlerës pasurisë botërore të UNESCO-s, vetëm që dukurit në këtë listën e dytë ka nevojë dhe për një plan masash që të dalin, le të themi, nga gjendja, le të themi, e vështirë, siç është rasti ynë, që ka nevojë të kemi më shumë lahutar, më shumë lahuta punues edhe gjëra të tilla. Ju e cilësoni lahutën, është më shumë thoni se një instrument, brenda saj është zëri të parëve tani, si e tillë ajo është kryesimboli ynë, që e meritonte këtë njohje ndërkombëtare. Tani, ky përfaqësim apo kjo hyrje në mbrojtjen e umbrellës së UNESCO-s përfshin praktikën muzikore me instrumentin e lahutës, këngët epike dhe mjeshtrinë e ndërtimit të saj, që është kultivuar tani më prej shekujsh në veçanërisht në zonat e veriut të Shqipërisë. Po, domethënë
grupi punës që punoi për këtë dosje e pati shumë mirë parasysh faktin që tek emërtimi i kandidimit do duhet që të gjithë përfshinim gjithçka që lidhe me lahutën dhe me trashëgiminë e saj. Dhe për këtë arsye u gjet ky tok fjalësh, pra lahuta si instrument, mënyra e këndimit të lahut, pra që ngelet e hapur për të gjitha format, sepse lahuta dihet ka eposin e Kreshnikëve kryesor, po është pasuar dhe me epikën historike, po ka dhe me këngë lirike dhe të formateve të ndryshme, pra që mos kufizoheshin vetëm tek njëra prej këtyre, po gjithçka tek këngëtimi i lahutës, dhe sigurisht nuk mund të ketë lahut si një instrument ideal në duart e një barci, pa patur mjeshtërinë e lahutës. Pra vendoset në mbrojtje dhe mjeshtëria, sepse dihet që lahuta është një instrument organik, shumë i thjeshtë, vitet kanë kaluar ose s'ka ndryshuar asnjë fije, përbëhet nga një instrument diku te 70 cm që dahet pothuajse në mënyrë të barabartë, ku gjysma është kasa e rezonancës, e cila vishet me një lëkurë keci, mbi të cilin qëndron edhe teli vetëm, edhe pjesa e bishtit, që zakonisht kulmon me një kokë dhije ose me një portret në Skënderbeut, sa quhen dhe lahuta me Skënderbe, edhe harku që përbëhet nga një dru, në mos gaboj, panja i lakuar me bisht kali, pra është një instrument më i thjeshtë. Mos sot lahuta profesor në Shqipëri, ka më lahuta punues? Ka, po janë shumë të pak. Do duhet që të kishte shumë më tepër, dhe pikërisht një nga arsyet e mbrojtjes është që të shtohet numri i lahutave dhe automatikisht numri i lahutave të shtuara shton numrin e përdoruesve. Për shembull, kemi qenë në përfundim të punës me dosjen, gjithë grupi i punës mblodhi gjithë ata që mund të quheshin lahutarët e fundit dhe mjeshtrat e fundit, dhe ishte një grup prej tyre. Nuk kalonin. Sa lahutar ka sot Shqipëria? Se s'dua të spekuloj, po diku që janë në gjendje që të këndojnë diçka më gjatë se sa 5 minuta, diku te 15-20 lahutar gjithsej. Prandaj del detyrë urgjente që të shtohet numri. Që kjo të shtohet numri dhe të trashëgohet. Dhe është e mundur të bëhet, sepse përmes këtyre barcëve mund të bëhet, dhe për fat mirë ne kemi në arkivat audiovizuale të Akademisë Shkencave, të Institutit të Antropologjisë, kemi të regjistruar pothuajse të gjithë, le të themi, korpusin më të mirë të lahutarëve të Shqipërisë. Sigurisht punë të mirë ka bërë dhe Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës, që i ka mbajtur ndër vite, i ka dokumentuar dhe radio televizioni publik shqiptar. Kështu që është e mundur që ta tekalojmë këtë numër, dhe besoj që aprovimi nga UNESCO është aprovuar jo vetëm si një lloj certifikate e dukurisë, po edhe bashkë me planin e masave. Pra brenda 4-5 viteve do të kemi, besoj, ndryshim të situatës. Kur është dokumentuar lahuta e parë në Shqipëri? Ka një datë të përafërt, ose kur është dokumentimi i parë i lahutës? Më ke përpyetje një çik të sikletshme, sepse data sakta nuk ka, po më lejoj të them diçka për sa e vjetër është lahuta. Lahuta është shumë e vjetër, sepse është instrumenti që ka shoqëruar gjuhën shqipe, pra në dialektin grek, prej qindra e mira vitesh. Ajo që dim me siguri është që faza e parë e trashëgimisë së eposit lidhet me fazën para sllave të tij. Sepse kur slavët erdhën në shekullin e 8 në territorit ku janë dhe sot, sigurisht gjetën ilirët, arbërorët, më pas arbërorët që u shndruan në arbëror, dhe e gjetën dhe trashëgiminë e lahutës. Dhe kjo ka qenë faza parake, le ta quajmë. Pastaj ka qenë faza e ballafaqimit shqiptaro-serb, kur dihet që epika legjendare në shumicën e, nëse e keni parasysh ata dy heronjt Muj dhe Alili, shumicën e përballjeve të kontraditave i kanë gjithmonë me palën serbe, aty bëjnë belek, bëjnë dy luftime, rrëmbehen, vriten, plagosen. Kjo ka qenë faza e konsolidimit, dhe sigurisht për mendimin ton ky është një monument i jashtëzakonshëm i kulturës europiane, se ne ndonjëherë ngatrojmë këtë gjë. Në kuptimin i quajmë gjërat vetëm si tonat. Në fakt këto janë epose të rëndësishme europiane, ashtu siç është kënga e Rolandit në Francë, apo siç është Kalevala në Skandinavi. Pra është një epos shumë i rëndësishëm. Në një kontekst më të gjerë se sa ai izoluari malsive, vendas apo ballkanik. Eksakt. Dhe shumë i rëndësishëm si epos. Profesor, ne nisëm me Gjok Nonajn këtë bisedë, ndërkohë edhe për teleshikuesit dua të ndjekim një
lahutare, është ndoshta lahutarja e vetme në Shqipëri. Thuam me sigurisht e vetmja. Është e vetmja, lumturi e nonaj. Kemi një material të shkurtër që do doja ta... Stërmbesa e gjokut. E ndjekim. Profesor, tani që lahuta është në mbrojtje në UNESCO-s, çfarë hapash të tjera duhen ndërmarrë që kjo mbrojtje të jetë reale, por edhe një mbrojtje që siguron vazhdimsinë e lahutës dhe lahutarëve? Ky është thelbi i gjithë këtij antarësimi. Përveç faktit që u pranua si dukuri dhe që na jep vërtet një ndjenjë kënaqësie dhe identiteti, fakti është sa të përgjegjshëm duhet të jemi për ta shpëtuar në një lloj kuptimi dhe për ta përcjellë të pasuri botërore tashmë në brezat gjeneratat e reja. Për mendimin tim ka dy aspekte. Së pari, me gjithë përvojën e pakët që kemi, duhet të ketë një ndryshim të mentalitetit të politikës në vend dhe të institucioneve, sa i përket raportit me bartësit, me rapsodët lautar. Është shumë e thjeshtë beti që çdo njeri të kuptojë për shembull kur një ndërtesë ka nevojë për restaurim. Apo jo? Është dëmtuar çatia, duhet bërë një projekt restaurimi ose kalaja, të gjitha kuptojnë një monument material kur ka nevojë për ndërhyrje. Në fakt, monumenti shpirtëror që ka nevojë për ta mbrojtur si të tillë është pikërisht bartësi, është rapsodi. Dhe ai ka me vete të gjitha këto elementë që ne përmendëm. Ai ka kujtesën e gjuhës, ka kujtesën e veglës, ka kujtesën e komunitetit, ka kujtesën e ndërtesës ku ai zhvillon veprimtarinë e vet, kujtesën e veshjeve popullore që i mbart. Dhe duhet të ndryshojë raporti, pra duhet t'i konsiderojnë këta persona, këta bartës si vlerat shoqërisë dhe duhet u njohin një status special në kuptimin edhe moral, po edhe financiar. Pra që ata të jenë të qetë dhe të lehtësuar gjatë kryerjes së misionit të transmetimit të kësaj dukurie. Kjo është e para. Dhe kjo është një punë për mendimin tim kryesisht e pushtetit vendor ku është, sepse ekziston një traditë në Shqipëri që ka pasur pranë qendrave kulturore persona të cilët atashoheshin pranë qendrave kulturore dhe u jepeshe një shpërblim mujor për sa i përket duhet rikthyer sërish kjo traditë. Duhet rikthyer. Patjetër sepse gjithë thelbi është si ta stimulosh ta bësh të interesuar që ne dim që ti e ke këtë vlerë. I kemi sharë shumë qendrat e kulturës, por në një kuptim ato kanë ruajtur shumë tradita të mira. Po në disa raste për shembull, unë vi nga Përmeti, për shembull kur vajta le të them sa mbarova shkollën në 87-88, gjeta ta tashuar pranë shtëpisë kulturës Përmet sazet e Ustalaverit, të cilët vërtet ishin genuin në kuptimin sepse e kishin muzikën u buronte, po dhe shteti u thoshte unë u njoh këtë merit dhe u jepte një shpërblim mujor që dhe pastaj edhe ata e përdonin sipas mundësive të tyre. Kështu që e para një është rivlerësimi moral dhe financiar i figurës bartësit. E dyta, për dëgjuesin e emisionit tuaj dëshiroj të them që nga viti 92 ku për herë të parë Shqipëria regjistroi parkun arkeologjik të Butrintit në pasurinë në listën botërore të monumenteve. Prej atij viti Shqipëria ka parkun e Butrintit, ka qytetet muze të Beratit, të Gjirokastës dhe të Beratit, sepse është 2005 Gjirokastra, 2008 Berati.
kemi polifonin me ISO dukuri jo materiale në 2005. Vazhdojmë me trashumancën, me xhubletën, me kthimin e tropojës, me lahutën, këndimin me lahut edhe bërjen e saj. Kemi kodik të Beratit në kujtesën e botës, kemi dhe pjesën tonë të liçenit të Ohrit. Pra është një mozaik vlerash që në rast se krahason me sipërfaqet dhe me popullatat e shteteve të tjera, ne i bie që jemi ndër vendet me pasuritë më të shumta në UNESCO në raport, kot po them, dhe me Kinën, që është një vend i madh që ka shumë dukuri të regjistruara, por në raport me popullatën dhe me sasinë ne jemi goxha mirë. Tani çfarë kërkon kjo? Kjo kërkon që të ketë një reagim institucional dhe nuk mundet që të përballet gjithë kjo ngarkesë që ka pasuria kulturore e Shqipërisë në UNESCO me strukturat aktuale që ka Ministria e Kulturës. Duhet të krijohet një strukturë e posaçme, ndash në nivel drejtorie, ndash në nivel sektori, që të mbulojë vetëm problematikat që lidhen me nevojat që kanë këto dukuri të regjistruara aty. Dhe keni parasysh që duhen hartuar raporte të përvitshme. Duhet planifikuar buxhet për veprimtari, duhet monitoruar gjendja në vend me ekipet e përbashkëta të tyre. Duhet bërë bashkëpunime me komunitetin, bashkëpunime me botën shkencore, me turizmin që e kemi kaq të rëndësishëm. Pra nevojitet që të ketë një lëvizje dhe në këtë drejtim. Dhe e sugjeroj këtë gjë si profesionist i fushës, pasi në rast se kjo nuk do të ndodhë, do të çalojmë dhe do na prishen gjitha ato plane pozitive që ka shteti në raport me promovimin e këtyre dukurive, pasi nevojitet dhe një strukturë përgjegjëse enkas për këtë gjë. Profesor, dikur lahuta ishte pjesë e një logo si shumë të kufizuar. Këndohej me lahut në odën e burrave, kur kishte një gjam, kur kishte një gëzim familjar. Ndërkohë më vonë kohët ndryshuan edhe me lahut këndohej nëpër festivale. Sot to festivale janë më të kufizuara. Sot, nëse do ta çojmë përpara këtë traditë, ku do të shfaqet kjo trashëgimi? Ta kuptoj shqetësimin, po. Festivalet gjithmonë nuk kanë qenë forma ideale, po ka qenë një nga rrugët që kjo mënyrë këndimi, kjo traditë këndimi, të mos braktisej. Unë e di, u a them dhe shpeshherë dhe miqve të mi, që kur këtu jemi në realiteti folklorik dhe këtu është skena e festivalit, kur ngjitemi nga realiteti folklorik për të vajtur drejt skenës festivalit, ne bëjmë një tradhti të vogël, sepse e shkëpusim atë nga realiteti i vet etnografik drejt një realiteti më koncertal. Por në fundit, po të shikosh produktin, produkti i cili është? Produkti është promovimi i figurës dhe i trashëgimisë që ai mbart. Pra festivalet duhet të ngelen, dhe për fat kemi një festival që ka gati 23 vjet me emërtimin Festivali Tipologjik i Rapsodëve që mbahet në Lezhë. Pra ajo duhet vazhdojë si traditë. Ajo që duhet shtuar në kontekstet e reja të antarësimit të pranimit të UNESCO të lahutës, po edhe të dukurive të tjera, është edukimi përmes kësaj trashëgimie. E di që disa njerëz kur dëgjojnë fjalën edukim u vijnë ndërmend forma të ndryshme edukimi, por në fakt ky është një term që e përdorin rëndom institucionet e rëndësishme si UNESCO, kur vjen puna për edukimin përmes artit apo përmes trashëgimisë, duhet që në shkollat që përfshihen në zonat ku lahuta është prioritare, duhet që në orët e artit ose në mënyrë të veçantë ora e muzikës, aty të jetë pika e takimit të këtyre bartësve me gjeneratat e reja. Sigurisht duhet të organizohen ato që në Kosovë quhen me një fjalë shumë të bukur, punëtori. Pra, ato pikat kur ne u themi workshope, kur bartësit mblidhen me disa dhe ndajnë, le themi, kulturën e tyre, ose ku mjeshtrat ekspozojnë teknikat, sepse këto ka nevojë të dokumentohen. Prandaj quhet diebërja, ose mënyra se si një mjeshtër e percepton bërjen e veglës, prandaj quhet trashëgimi jo materiale, sepse nuk ekziston, le themi, që ta prekësh atë përveç faktit ku mbaron veglën. Pra e gjitha kjo duhet dokumentuar. Po ashtu, çështja që lidhet me kërkimet shkencore, sepse ka ende nevojë dhe në mënyrë të veçantë kërkimet përbashkëta shkencore me Kosovën, me Malnezi dhe me Maqedoninë, ku gjenden gjumë gjithashtu të forta të lahutës edhe të eposit, dhe sigurisht inventarët. Domethënë, UNESCO në mënyrë të veçantë nxit që çdo shtet palë të ketë më shumë se një inventar dhe inventari ju e dini, inventarët bëhet fjalë për inventar elektronik, sepse ky është termi tani digital, ku të dokumentohet çdo gjë. Konteksti i mjedisit, banesa ku ri, kur ekspozon,
veshjet që ka, lloji i lahutës, mënyrat e ndërtimit, repertori që këndon biles deri tek, le të themi, ushqimet e preferuara të zonës që janë në një lloj kuptimi në konsumin e të rapsodit. Pra ekzistojnë shumë mënyra për ta kthyer lahutën, por edhe shumë mundësi për ta kthyer lahutën në një pjesë aktive të kulturës tonë dhe jo për të qenë lahuta thjesht një objekt muzeal. Akademik Vasutoli, ju falenderoj që ishit në program edhe të shpresojmë që do të bëhet diçka për ta çuar më tej traditën e lahutës, edhe pse është shumë e vështirë. Edhe ju që gjithmonë keni qenë një promotore kujdesshme e arritjeve të artit, kulturës dhe të shkencës, që i kushtuat vëmendje vërtet këtij momenti të veçantë për të gjithë. Faleminderit shumë profesor. Nderuar televizionistë, kemi pak minuta publicitet, mos u largoni sepse pas pak rikthehemi me një grusht librash.